Gjykata Supreme e Kosovës ka marrë një vendim të rëndësishëm në favor të pensionistëve, duke aprovuar padin që kishte bërë kundër Ministrisë së Financave. Pas këtij vendimi, parashihet që pensionistët e Kosovës të mos detyrohen më që të paraqiten fizikisht në qendër të pensioneve për të vërtetuar që janë gjallë, duke vlerësuar se një gjë e tillë nuk është detyrë e qytetarëve. Në njoftimin e Supremes thuhet se pas qyrtimit të rastit, Gjykata Supreme konstatoi se paragrafët ku parashihen pasoja për pensionistët, siç është ndalimi i pensionit, nuk është në harmoni me ligjin dhe si të tillë janë të palehtëshëm. Gjykata thekson se në rast se pensionisti nuk lajmërohet, përgjegjësia i mbetet institucioneve shtetërore, të cilat janë të obliguara të përdorin burimet ekzistuese me qëllim të identifikimit të pensionistëve që kanë vdekur. Ministria gjithashtu është e obliguar që të përdorë çdo mekanizëm administrativ përpara se të ndërmarrë masa kufizuese ndaj pensionistëve. Gjithashtu Supremja theksoi se suspendimi i pensionit duhet jetë masa e fundit dhe se një e drejtë materiale si pensioni nuk mund të cënohet me udhëzim administrativ, por vetëm me ligj.